Në zgjedhjet e nëntëshkurtit, Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi 18% të votave. LDK-ja u rëndit e treta pas lëvizjes vetëvendosje që doli e para dhe Partisë Demokratike të Kosovës që zuri vendin e dytë. Me këto vota, LDK-ja siguroi vetëm 20 deputet në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës. Por rezultati jo i kënaqshëm shkaktoi mospajtime dhe kërkesa për ndryshimin e udhëheqjes në parti. Abdullah Hoti, antar i kryesisë dhe një nga figurat e rëndësishme të LDK-s, kërkoi publikisht ndryshime. Ai kritikoi mënyrën se si LDK-ja bëri opozitë, si dhe riorganizimin dhe programin me të cilin garoi në zgjedhjet në udhëheqjen e Lumir Abdigjikut, që haptas tha se merr përgjegjësinë për rezultatin. Përgjegjësinë për këtë rezultat e marr në tërësi unë, edhe për fushatën, edhe për drejtimin e partisë dhe do t'i jap llogari vetëm Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë, Abdigjiku nuk i është përgjigjur kërkesave të fundit të ish-kryeministrit Hoti. Në mbrojtje të tij doli nënkryetaria Doar Sakica Xhelili. Së pari, Lumir Abdigjiko nuk ka shumë që është votuar si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unanimisht. Së dyti, Lumir Abdigjiko duke qenë në krye të Lidhjes Demokratike të Kosovës e ka arritur për gati 70% Lidhjen Demokratike të Kosovës, ndërkaq që ka marrë në pikë të humnerës. Hoti kritikoi Abdigjikun dhe strukturat e larta udhëheqëse të LDK-s, edhe për favorizimin e figurave të caktuara dhe për mënjanimin e njerëzve të rëndësishëm të partisë. I zëshëm kundër udhëheqjes aktuale u shpreh edhe ish-kryetari i Podujevës, ish-deputeti dhe ish-ministri Agim Veliu, i cili nuk u përfshi në listën zgjedhore të nëntëshkurtit. Ka bu listën vetë, e ka bu renditjen skandaloze në listë, duke lënë Tazom Abdullah Hotin, ish-kryeministrin e LDK-s, figurën e LDK-s të 13-in, kryetarin e grupit parlamentar të 14-in, Hikmet e Bajramin pas Doar Sakicës. Pakënaqësitë e Hotit dhe Veliut u shprehën pas mbledhjes së kryesisë së LDK-s që u mbajt më 10 mars. Në këtë mbledhje, e cila zgjati më shumë se 5 orë, u raportua edhe për anëtar të tjerë të kryesisë që kërkuan ndryshime. Por pas mbledhjes, Abdigjiku tha se ka mbështetje dhe se do ta vazhdoj punën për rritjen e LDK-s.